padyshim, vetë fakti që nëse ndalemi dhe bëjmë një intervju me xhamatin, se si të erdhi ky Ramazan, thot, apo sikur dje përcollëm Ramazan e vitit të kaluar. Dhe vetvetiut gjithë ne jemi të pajtimit unanimisht, se shumë shpejt po vjen Ramazan. Dhe shumë shpejt po ka kalon koha. Dhe shumë shpejt po kalon koha. Dhe gjithë jemi të pajtimit dhe realisht shohim me sytë e tonë se një pjesë e njerëzve që kanë qenë me neve vitin e kaluar si kemi në mesin tonë. Unë besa, Hoxha Efendi... Do shta dikush ka me fillu Ramazan nuk do ta mbaron. Po, nuk ta mbaron. Do shta dikush, sepse sot janë disa ditë para Ramazan, do shta dikush s'ka me mri. Zoti gjithëve ju dha shtymer shëndet. Amin. Andaj vetë Allah te bareke ve taala kur na flet për muajin e bekuar të Ramazanit, na thot e jam ma'dudat. Thot Ibn Kathir rahimahullah në komentimin e këtij ajeti të Kuranit ku Allah thot ditë të pakta, ditë të numëruara, tekstualisht kur ta përkthejmë ajetin kuranor, ditë të numëruara. Ramazani është si muaj me ditë të numëruara. Thot Ibn Kathiri, thot qëllimi është e jamën kalail. Thot janë ditë të pakta, që shumë shpejt kalojnë. Kështu e komenton këtë ajet kuranor Ibn Kathiri rahimahullah. Thot janë ditë të pakta. Ka mundsi njeriu ti numëron? Po janë pak. Se me ka numër i madh dhe me miliona, me triliona shumë vështirë me i numëru. Po këto bëhet fjalë për ditë që 29 ose 30. Plus e përmendin dietarët që është veçori e muajit bekuar të Ramazanit, edhe pse me numra është njëjtë me muajt tjerë, po veçoria e saj është që kalon shumë shpejt, me të vërtetë. Kalon disi më shpejt se muajt tjerë. Kur ta krahasojsh se si kaloi muaji Shaban, unë gjithnjë e ndjej se muaji Shaban më kalon pak më ngadalë. Unë ashtu e përjetoj muajin Shaban, edhe krahasoj Shabanin me Shevalin, që është para Ramazanit dhe pas Ramazanit, këto 2 muaj më hecin më ngadalë. Për dallim nga muaji bekuar i Ramazanit. Edhe pse agjendën në Ramazan është më e dendur. Më e dendur është edhe çdo ditë, çdo kohë ka timingun e vet. Domethënë para ditë aktivitete ndryshe, mas drek aktivitete ndryshme, domethënë mas iftarit, mas taravije, syfer, madje edhe syfer do të ka aktivitete në Ramazan. Çdo pastaj përgatitja ajo kjo me të vërtetë kohë është tejmase e organizuar fort mirë, megjithatë që në kushte normale duhet me kalu shumë ngadalë. Por në praktik unë e kam konstatuar se muaji bekuar i Ramazanit me gjithë këto agenda që i ka në vete shumë shpejt kalon. Allah e ka të shmuar Kur'an se janë ditë ma'dudat të numëruara. Janë të pakta që kalojnë shumë shpejt. Andaj, çdo besimtarit që jepet shansa, a disi du të me kuptu këtë Hoxha Efendi. Sikur një fëmijë ti jepet shansa ti thot hyn me një market edhe i ke 5 minuta edhe merr sa duash. Sa duash. Ai do të shikon orën, saatin, apo do të mendoj ta marr këtë, jo, ai do të merr do të jetë shport çdo sekondë. Do të mundohet ato 5 minuta të shfrytëzon maksimum. Se 5 minuta shumë shpejt do të kalojnë. Dhe oferta është 5 minuta. 5 minuta e lëshon orën, mbanen 5 minuta mbyllet supermarkete. S'ka më ofri. Muaji bekuar i Ramazanit është një treg që Allah na e ka hap neve kështu blanko çel, 30 ditë vazhdon që këtu është mashtrimi. Që shejtani na e bën neve 30 ditë, sa dush ki ka, mos e goti, avash 30 ditë. Edhe këtu bie edhe dështimi të shumë njerëz fatkeqësisht.